Open your eyes, open your mind. We are the Winx. Winx, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, we're the smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Winx. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Winx. We can ride the cloud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Winx Club forever and ever. Winx, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, we're the smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Winx, you magical Winx. Among the stars you are Winx. A mystical light of fire under the sign of Winx. Në episodin e shkuar, Blumi dhe Zanat u ribashkuan me specialistët tamam në kohë për festën e hapjes në Alfea. Por pas festës, një vajzë misterioze doli nga pylli. Duke sikur ajo kishte kaluar një provojë të hidhur. Pixie të pablerë. Ka ardhur koha të paguani për gabimet tuaja. Vajzë budallaqe. Ma dorëzo Pixit. Kur? Pixie! S'është e thjeshtë mundesh një zan. O, vërtet, ti e ka që do për ca nuk ri do të më kam, por nuk ka rëndësi. Më thuaj ku është shati Pixave ose ndryshe. Kur? Askush nuk mund të mbijetoj nëse bie nga një lartësi e tillë. Jam të mirë, zan. Qetësohu, Blum. E di që kanë kaluar 4 ditë. Por ajo do të zgjohet së shpejti, jam e sigurt. Në rregull, nëse duhet të rrim gjithë natën zgjuar me të, atëherë të flasim për gjëra të rëndësishme. Mendon se ka një të dashur? Se nuk flet për të dashurën e Brandonit? E kush na është kjo e dashura e Brandonit? Je, Stella, harrove. Dielli do të lind pas 12 minutash. Oh jo, ne nuk kemi fjetur fare, si do të rrim zgjuar nesër? E ke fjalën për sot. Mos u shqetësoni, le t'ja fusim gjumit, është java e parë e shkollës, po të duam shkojmë në mësim. Po, sigurisht, Stella. Mënyra e mirë për të filluar. Mirë, tani është ora e gjumit, zënjusha, nuk duhet të flasim më për djemt. Mos u shqetëso, Blum, ajo do të bëhet mirë. Vështirë për ta besuar apo jo? Këta njerëz të mirë dikur kanë qenë kriminal. Nuk e kuptoj pse ju lejohet të ecin të lirë. Ne besojmë te rehabilitimi. Ky nuk është një burg. Ndoshta, por këta njerëz kanë pasur më shumë liri nga çdo kemi ne tërë jetën. Por nuk arrin ta shikosh se çfarë bën paqja dhe meditimi mbi ta? Nuk e besoj se po funksionon për të gjithë. Po flet për 3 shtrigat që na dërgoi zonja Faragonda? Po, ato bërtasin ditë e natë. Nuk kanë bërë asnjë përparim që kur kanë ardhur në manastirin Lightrock. Ato nuk do rehabilitohen kur. Vëlla, të gjithë mund të rehabilitohen.
është era e tretë që kemi ecur drejt horizontit dhe kemi përfunduar atje ku jemi nisur. Kjo është e kot. Nuk kemi për të dalë që këtu. Sikur magjia të bënte punë këtu, do kishin dalë menjëherë. U lodha. Një mëngjes, zonja dhe zotërim, fëmijë dhe të rritur. Dhe tani, ja ku është vlla Titirus dhe shërbimi meteorologjik i Lajtroku. Parashikimi i motit për ditën e nesërme. Parashikohet një herë lehtë nga veri perëndimi me temperatura deri në 20 gradë Celsius. I njëjti skenar parashikohet edhe për ditën në vazhdim. Shumë faleminderit vëlla Titirus. Dhe tani, kthehemi përsëri në programin tonë muzikor. Mjaftë! Do të shkatërroj fara ata altoparlant të mallkuar. Fjala shkatërroj është një fjalë negative. Ju lutem, përdorni një fjalë tjetër. Përpiqu të qetësohesh. Merr frymë thellë tani, por duhet që të mos keni më mendime të këqija në kokë. Pra, mos harroni as mendime të këqija dhe as veprime të këqija. Ti na ke mësuar ta urrejmë dhunën. Nuk do të sillemi më keq. Jo, Darcy, dëgjoj. I urrej këto të qeshura. Sa keq që të desh të na dilje në shteg, ti zane vogël. Dorëzau, Bloom, po përpiqesh kot. Kaq ishte. Asnjë nuk mund të na ndaloj tani. Sturmy, e kupton që duhet të them? Po, atëherë do të shkëpus. Është më mirë se sa shkatërim, apo jo? Sa mirë, Sturmy. U bën përparime. Bëj si të duash. Këtu gjithçka është e mundur. Dhe tani, lajme. Mirë se erdhët edicionin e lajmeve të Lajroku. Ngjarja kryesore për ditën e sotme. Duhet të kesh një vend ku ta fikim. Janë kapur dy delfin dhe po sot janë kthyer në det. Ku është? Në qytetin mbretëtar ku kapën. Ahem. Sturmy. Qepe! Nuk po dëgjoje. Këtu gjithçka është e mundur. Dhe tani kemi një moment kohë të lirë për të medituar. E pabesueshme. E dëgjoj ende. Kapo vjen kjo! Ndalo! Ndalo të qetë! Të betohem që kur të dalë që këtej do t'jem akoma me keqe. Unë e di që po mendoni. Nuk do ishte mirë se kur të gjitha gjërat në univers të jenë të mira? E po nuk është rasti tanishëm, për më tepër, kjo nuk është e mundur. Sepse në univers nuk mund të ekzistojë drita pa errësirë. Kur krijohet një energji, ajo prodhon një forcë të kundërt, njësoj të barabartë me të. Shikoni. Çfarë shikoni? Profesor, nuk po na tregon asgjë. E kuptuat? Ajo që bëra unë ishte, ka pa dritën që ishte në dhomë, por ajo duket vetëm kur është errësirë, e cila është e kundërta e saj. Si që thash në fillim të kësaj ore, ekzistenca e energjisë së mirë rezulton të ketë si baraspesht një energji të barabartë negative. Normalisht, këto forca ekuilibrojnë njëra tjetrën, por ndonjëherë duhet pak ndihmë për t'i balancuar këto forca. Duhet një energji dinamike midis këtyre forcave dominante. Bloom! Po
Po, profesor? Unë e di që kjo është një përsëritje Bloom, por ti duhet i mësosh këto gjëra për klasat e reja. Po, më vjen keq. Mund të më thuash se çfarë mungon në këtë diagram? Më duket se Stella ka 2 vatë që duken kështu. Në teori, është një energji e tretë dhe shumë më e fortë që manifestohet në situata të veçanta. Hej, ajo po zgjohet. Oh, Zot! Oh, 4 ditë. Kanë kaluar 4 ditë? Pifi! Ku është Pifi? Ajo është e çmendur, shikon pëllëmbën e dorës për të parë se ç'ditë është sot. Po, dhe e ka gjetur ashtu siç duhet. Kjo ka kuptim. Rrudhat e dorës tregojnë kalimin e pandalshëm të kohës. Vetëm për mua nuk kalon koha. Kush e di si e ka emrin? Ne nuk e dim akoma. A është mirë? Nuk duket dhe aq mirë. Mos u shqetësoni, zonjusha. Shoqja juaj është vetëm pak e zbet e gusha. Duket sikur po zgjohet përsëri. Ku jam unë? Je e sigurt në shkollën e Alfeas. Ti pe një ëndër, po kërkoje Pifin. E një Pifin ti? Ku është ajo? Është mirë, të lutem, ma thuaj, të lutem. Mos u shqetëso, gjithçka do të bëhet mirë. Pifi është Pixi që është lidhur me ty, apo jo? Zanat dhe Pixit mund të lidhen si motra, nuk është kështu? Ajo është e para që të shkoj në mendje sapo u ngrite. Dhe ja ku është. Pifa, falë Zoti po ndëroja për ty, vogëlushe. Por në ëndër ti papritur me lëvetën. Ora e drekës, ja ku Stella, jemi. mos përtit. Jo, Foca, të lutem mos qaj. Stella, po humbet kontrollin mbi sanduiçin tënd. Çfarë? Hej, mirë se erdhe në Alfea. Pra, kjo është shkolla juaj, apo jo? Po, unë jam Muza. Dhe unë jam Flora. Mua më quajnë Bloom. Unë jam Stella. Mua më quajnë Leila dhe nuk arrita do t'i shpëtoja Pixit. Pixit? Po sa janë ato? Një fshat plot. Një fshat? Dhe ti jeton me ato? Në fakt jo, i kam shoqe. I ke shoqe dhe? Vajza, qetësi. Nuk duhet ta shqetësojmë. Nëse do, ajo mund të na i tregojë të gjitha pasi të bëhet më mirë. Faleminderit, Flora. Jam e bindur se Faragonda do duhet ta dëgjoj historinë tënde. Hej, edhe unë. Ky po që është thash se them. Por do t'jetë e rrezikshme nëse përziheni edhe ju. Ndoshta ne mund të ndihmojmë çfarëdo që të ketë ndodhur. Merre. Pije këtë. Do të bëjë më mirë, do të t'jap forcë. Faleminderit. Gjithçka filloi pak kohë më parë. Familja ime dhe Pixit kanë qenë gjithë një të afërt. Ne shkonim çdo vit në fshatin e tyre për t'i vizituar, por këtë herë fshati ishte bosh. Pixit u nisën në pyllin e errët për një ceremoni në natyrë dhe vetëm Loketa dhe Blinky arritën të ktheheshin me lajmin se të tjerat ishin kapur nga krijesat hije. Pixit u përpoqën të mbroheshin me magji, por nuk funksionoi. Pra unë ndoqa gjurmët e katranit që krijesat hije kishin nën pas dhe zbulova ku ishin çuar Pixit. Gjurma na çoi në një tunel të errët. Derisa papritur, na doli përpara një kështjellë nënveshme. Pastaj takuam diçka me fuqi të mbinatyrshme. Padroni i këtyre krijesave të këqija që hasë më parë. Dhe? Si e kishte pamjen ai? Ishte një zog i madh, si Feniks, një përbindësh dhe me pamje të tmerrshme. Dhe pastaj ai u transformua, u shndërrua në një njeri, si një kalorës i armatosur me kthetra shumë të mprehta.
Vajz budallaqe, mjaft me këto marzira, më dorëzo Pixit me i herë. O jo, të bëri keq? A i më kapi me një herë. Pastaj ma mori të gjithë fuqin. A i mori loketën dhe blinkin dhe i futi të qelit magjike me Pixit e tjera të fshatit. A janë gjallë të gjitha Pixit? Pixit? Kanë ngelur vetëm disa. Unë arita t'i liroja për pastaj u përpoqa t'i merja me vete për smunda. Nuk duhet i kisha lënë. Jo këtu. Ne mund të ndihmojmë Leila. Do t'i çlirojmë bashkë Pixit. Mund të mbështetesh tek ne. Kerbog! A e mori informacionin? Qfar? Kodeksi është i darë në 4 pjesë? Je i sigurt? Ti budalla, e di ku Pixit e nga msheu njërë nga pjesët. Po ku janë 3 të tjere? Magix, sigurisht, te shkolla. Vëlla Shajmel, rruga e kalorësisë që ne dishepuj duhet të ndjekim është e gjatë dhe e vështirë. Sigurisht, vlla Kartofolex. Lajtroku i shenjtë. Po nga erdhi kjo? Reti janë një mur dimensioni. Oh, Romeo. O, Julieta. Ku je, Romeo? Të jesh i ri dhe i dashuruar. Në një jenë e ahut shekullor flati mëngjesit na përkund. Një petalë ra, ajo po lëkundet në ajër. Vajza, nëse nuk tregojmë entuziazëm, ata nuk do të na lënë të dalim për sjellje të mirë. Në asnjë mënyrë nuk ma pranon dinjitetin. Çfarë po ndodh? Nuk e di, por më pëlqen. Po, ka diçka të keqe në ajër. Pa shiko. Kush je ti? S'ka pyetje, tani ju do t'i shërbeni forcave të së keqes. Sa e kënaqur jam që e dëgjoj këtë. S'mund ta besoj, jemi të lira. Ajo drita ishte e padurueshme. Po kështu dhe këto veshje të shpifura. Atje, ajo është, nga kjo anë. O jo, templarët! Merre këta! Priteni! Ata janë imun ndaj magjisë. Ata janë imun ndaj magjisuaj.
Ndjehem shumë e fortë. Këto janë Blumixet, do të shumë vishojnë fuqen tuaj. Ma provoni që ju vleni. Mirë, vajza, le t'i kapim. Errësira optike. Ajo na verboj. Përdorni veshët, mos harroni bisedat tona. Po i reziston magjis? Jo, vetëm se nuk tim kur të dorëzohen. Uragan! Me këta do ta kemi të lehtë të kapim zjarin e dragojt. Idiote! Ka një fuqi më të madhe se sa dragoj zjarit. Me madhe se fuqia e dragojit? Po, dhe do t'jetë e imja, ashtu si ju të treja jeni të mijat. Ky vend po më të shmend. Unë kam një parandin të keqe. Në episodin e ardhshëm të klubi Wingsave, Leila çon Blumi dhe Stelën tek kështjella nën tokë me ndihmën e specialistëve. Por shpella është plot me rreziqe. A do jenë gjendje të shpëtojnë Pixit para se të jetë shumë vonë?